lutem. Nisim nga pas Gjergjatinit dhe kemi një surprizë për çiftin nga Linda. Gjithashtu na kanë shkruar edhe një letër. Olsi, zemra e motrës, sot i po hedh një hap të rëndësishëm në jetën tënde. Sot i po martohesh, por motra jote nuk do që të jetë aty me të sot. Po edhe pse larg jush, sërish e ngre një dallim për lumturinë tuaj. Ju uroj veç buzëqeshje dhe lumturi të ketë mes jush. Ada, në shërën e bukur që rezonon sot, mirë se na erdhe në familjen tonë në Ambrajon. Po vjen shumë të që s'jam aty të këndoj, të kërsej dhe të testoj me ju të mirë të mi. Me trashkin e qifti, ju po të fort dhe me madh Linda. Ashtu kemi dhe një orkest tjetër që të merrni një valle posaçërisht për Lindës, pasi ajo nuk ndodhet këtu sot pranesh.
ka flas të masë. Përshëndetje gjithëve dhe do doja një duartropitje të fortë. Dhe këtë kam për personat që më kam sjellë mua këtu. Unë sot jam për Nuse. Kush mendon se më ka dërguar mua sot këtu në dasmën tënde? Ne duam që ti ka shijosh këtë surprizë. Atëherë unë po e filloj letrën, do i lutesha me ritmit 2-3 minuta ose letra është pak e gjatë. Faleminderit edhe një herë, dhe doja edhe një duartropitje për nga ikim gjithë emocionet. Bia ime, drita e syve të mi, bekimi ditët mia të zyta, që nga e vështirë të shkruaj këtë letër. Sa lutët nuk e dëgjojnë fjallën time dhe zemra, sa nuk po më plasë nga gëzimi për ty. Sa shumë rritë e bukra ime, aj sa sot për më sëronë si një zanë e bukur, e lumtur dhe plot jetë. Sa shumë do dëshiroja dhe isha pranteje sot, të të fshija lotët e gëzimi, të të mbaja vedhur në barë si bora, duke të të thënë se të dua shumë, se gjithë shka që ekziston. Më falë që sot nuk jam pranteje, më falë që nuk ashtu si që kam ndërruar gjithmonë. Ti e di se mami është gjithmonë pra teje. Jam aty ku zemra jote më sheh dhe ndjen prezencën time. Nuk do të mbaroja kur duke të shprehu se çfarë ndjenje ka një nën për fëmijën e saj. Ti sot je bërë nën vetë dhe më kupton se sa gjë e bukur është të duash krijesën tënde pa kushte, të pafundshme. E shtrenjta ime, mami të uron një jetë të gjatë, të trashëgohesh dhe të shëroj me shpirt ju shoh të lumtur. Faleminderit që më bëre të përjetoj emocionit të që janë rigjyshe, ndihem e bekuar dhe me fakt njëkohësisht. Ajla, të uroj të bëhesh edhe 100 vjeçe, të rritesh e shëndetshme me prindrit pranë. Së bashku me mua këtij urimi bashkohet dy shkustemi, nëna Shega dhe Zelena, Zelina, Zejona, da i Baci me teta Irma, da i Dionisi dhe teta Fëtën, Gjati me Bili dhe motra jote, kushurin dhe kushurira. Sot doni të tregoni se jeni të gjithë aty me ty, pavarësisht mungesës fizike. Të trashëgoheni dhe Ajla të vejë edhe 100 vjeçe, pasi ta kesh përshëndetur pjesën e familjes tënde, do të donim edhe një valle dhe vallen më kanë thënë se duhet ta marrin te Zejona me vajzat me familjen. Urime të trashëgohet të kemi jetën e lumtur edhe 100 vjeçe Ajla. Nuk